Prokuroria themelore në Prizren sot me 2 dhjetor 2025 ka ngritur akt akuzë ndaj 9 personave për laboratorin e drogës të zbuluar me 23 prill të këtij viti në lagjën Dardania në Prizren. Ky ishte një prej rasteve të mëdha të kultivimit brenda objekteve banesore të kanabisit në vend dhe Kallzo.com ishte aty në çdo hap duke dokumentuar nga afër bastisjen, sekuestrimet dhe arrestimin e të dyshuarve. Sipas prokurorisë së Prizrenit të pandehurit, dyshohen për një veprimtari të organizuar kriminale. Në akt akuzë, përshkruese 8 prej tyre kanë vepruar si grup në 2 banesa të katit të 7 në Dardani, ku kishin ngritur një laborator të sofistikuar të kultivimit të kanabisit. Prokuroria thot se në këto hapësira ishin instaluar llamba profesionale, sisteme ventilimi, pesticide, matës temperaturash dhe pajisje mbështetëse, me cilat janë rritur 175 bim kanabisativa. Këto veprime, siç thuhet, përbëjnë veprën penale kultivimi i bimeve së hashashit, shkurrës së kokainës ose bimeve të kanabisit. Prokuroria thot se 4 prej të akuzuarve kanë pasur për qëllim shitjen dhe shpërndarjen e lëndës narkotike pasi e kanë përgatitur për treg. Në komunikat thuhet se KR dhe LB kishin shpërndar marijuanë dhe kokainë në Prizren, Prishtinë dhe Fushë Kosovë. Gjatë bastisjeve ishin gjetur kokainë, para të gatshme dhe pajisje tjera që shërbejnë për ndarjen dhe peshimin e lëndëve narkotike. Prokuroria sqaron edhe një detaj tjetër. KR kishte kryer shitjen e 2 kg marijuanë në këmbim të një veture Audi A6. Ndërkohë, i pandehuri BM akuzohet se i kishte ndihmuar grupin duke informuar për lëvizje të dyshimta që mund të qonin në zbulimin e laboratorit nga policia. Prokurori i çështjes ka propozuar konfiskimin e 2 banesave në Prizren, 2 veturave, telefonave dhe konfiskimin e mbi 1000 eurove.